të rikë në shtëpi. Po shumë bukur, ishte një prekshme. Debate të shumta kanë nisur ditën e sotme në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 4. Ola është përfshirë në debate me Gjestin, Loredanën dhe më pas Rizartën. Sherri mes Olës dhe Rizartës nisi pasi kjo e fundit ndërhyri në momentin që banorja po diskutonte me Loredanën. Në një moment Rizarta e pyet Olën se çfarë ka bërë ajo më shumë se Loredana në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Ti boll se ju fute në krevat ati dhe tani po merresh me atë. Ju përgjigj Ola duke patur parasysh Gjestin dhe Alton. Ti e futur në situata akoma më skandaloze se krevati, i kundërpërgjigjet me njëherë Rizarta, duke i rikujtuar se ajo hyri mes Loredanës dhe Jozit. Pjesë nga debati. Ti ju futej Gjestit në krevat, Aldo të fut në krevat ty. Unë nuk i jam futur askujt në krevat. Ndërsa Rizarta përgjigjet, ai më zgjodhi që ti futesha në krevat, ç'a të duhet ty se si e bëj lojën unë. Ti e futur në situata akoma më skandaloze se krevati. Afër teje nuk dua të rri në këtë shtëpi. Vetëm afër një vajze si ti nuk dua të rri afër. Të shohim se çfarë do të ndodhë më tej me vajzat.